Mirëmëngjes dhe përshëndetje e miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të njëjtë të datës 25 shtator. Ora 7 fiks nisim emisionin Ora juaj, si çdo ditë në fakt nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 dhe për ditën e sotme do të qëndrojmë së bashku në këto 2 orë para të mëngjesit. Do t'ju njohim fillimisht sikundër e dini tashmë me disa prej lajmeve dhe zhvillimeve kryesore të orëve të fundit dhe kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit drejt për drejt me ju përmes bisedave në studio, por edhe mesazheve në rrjetet sociale. Mirë, jemi me lajmet nga vendin, oranews.tv, me Mema Argjimandriti, pse investoni kaq shumë për LGBT dhe jo për fëmijët me sindromën Down. Foto aksident në aksin Peshkëpi Kot raportohet për 2 persona të plagosur. Konflikt në Durrës plagosen me sende të forta një burrë dhe një grua. Për ligji për barazinë gjinore hysa, persona transgjinor mbeten të pambrojtur si janë të përfshirë. Histori fondësh me 100 miliona eurosh. Pano, ligji barazisë gjinore nuk prek mashkull, femër, favorizon. Ligjëri për barazinë gjinore që Mandriti kushtetuta ndalon diskriminimin, prandaj termi gjini është i domosdoshëm. Gjendet një person i pajetë në banesën e tij në Durrës, ka shenja goditjeje me thik në trup. Zhduken 2 vajza minorene në Kavaj, familjarët alarmojnë policinë. Qose partneriteti me ambasadën britanike fuqizon rehabilitimin dhe aftësitë profesionale në JVP Fier. Familjarët alarmojnë policinë, zhduken 2 vajza minorene në Kavaj. Fruta me pesticide nga Greqia Aku bllokon pjeshkët dhe rushin. Incident mes pasagjerëve dhe stafit në Rinas, policia tregon çfarë ndodhi. Zjarri përfshin një beach bar në Jonufër. U bullizua nga shoku i flet babai 15 vjeçares, po festonim ditëlindjen e djalit. Merret peng një person në Saran, dyshohet për larje sapesh. Policia identifikon të dyshuarit. Operacion antidrogë Shqipëri Itali. Shohen 12 urdhër arreste pranë një 41 vjeçar. Në akuzë për trafik, GKK dënon me 8 vite burg Emilian Burbën. Në video azgjësohen 1723 bim kanabis, arrestohen babe e birë në Shkodër, procedohen dhe 6 kryetarë fshatrash. Kapet nga kamera duke vjedhur para në një automjet të parkuar në Kamës, arrestohet skifteri. Video planifikimi në Jelbenia Tomini, vaksinim falas për më pak forma të rënda të gripit. Foto dhe emri furnizon dhe me arma, automjete, motore, targat vjedhura, kriminelët në Lushnjë, kapet i shumë kërkuar. Punonësi çoban Greqi, gjendet i pajet në kufi trupi 60 vjeçarit nga Erseka. Ndodh në Fier, 18 vjeçari, kapet pa leje drejtimi, fëmia përplaset me makinë, zhduket adoleshentja. I akuzuar për vrasjen e Gjimborisi, GKK në burg në Nisbajrin. Video nipat e Xhemal Qevalis përplasen me policët dhe sigurimin e Rinasit. Tjetër rast, humbjetën një minator në Burqiz. Adoleshentja ndërmerr aktin e rënd në Sarand. Seri vjedhjesh, mashtrime, disa të arrestuar në Berat dhe Skrapar. Në vitet e mjetet të ndryshme, në ndryshon të targat për t'i fshehur, arrestohet 48 vjeçari në Tiranë. Ushtroi dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes se pëson 39 vjeçari. Dosja e incineratorëve, SPAK shtyn hetimet deri për Krishtlindje për Arben Ahmetaj. Fier 38 vjeçaria largohet nga banesa, fëmijët mbeten vetëm. Hetimi i piramidave online. Erledio Shebeku, nga si u njoha me skemën, zhvillohen në Telegram. Kaloi 65 persona në Rinas kundrejt shfetit, polici shpërblehet me rikthim në detyrë.
Dola për nevoja personale. Këshilltari i Partisë Socialiste tregon arsyen pse nuk votoi për shkarkimin e Veliajt. Shoku i Veliajt, Anuel Aristani, munguan në valimin politik të tij. Ndosja del jashtë se të bëj gjë, si ndodhi ngjarja e Shkodrës, zbardhen dëshmit. Zjarr në Mifol të Vlorës, digjet parcel me ullinj. FET, qartësi për termin gjini, Këshilli Ndërfetar kërkon ndryshimet projekt ligjin për barazinë gjinore. KD rendit kandidatët për antar në gjykatën kushtetuese. Prezantohen drejtuesit e rinj të qendrës spitalore universitare Nën Tereza dhe Fondi Sigurueshëm Kujdesi Shëndetësor, Angela Paparizo dhe Arti Papajani. Prezantohet projekti You for Law 2. Koçiu, politika tona do vendosin në qendër territorin dhe qytetarë. Makina del nga rruga në Patok, shoferja dërgohet në spitalin e traumës. Orikum aksion për prishjen e resorte. Zgjedhet kryetari i ri gjykatës së Vlorës. Foto dhe emrat, mjeku radiolog që goditi infermierin në spitalin Shef Qendroqi, 37 vjeçari, presidenti i ekipit peshngritjes Kamzës, ende nara tij. Po kontrabandonin ngarkesën me cigare. Nga Greqia kapen në kufi 2 vëllezërit nga Bilishti. I dënuar mungesë kapen në Rinas 52 vjeçari që ishte shpallur në kërkim. Emra detaje nga ngjarja në sanatorium, ja çfarë ndodhi. Ky është mashtrim. Bashkëpunëtorët e drejtësisë përplasen në GKK, debate mes Dumanit dhe Ali Bejt në sallë. Aksidenti me vdekjen në Durrës, arrestohet në gjendje spitalore shoferi 19 vjeçar. Kërkoj vjen me lajmet nga politika. Nuk po hetohet dhe gjykohet për kallëzimet e faktuara nga opozita. Meta bashkë me Veliajn të largoheshin dhe këshilltarët e Partisë Socialiste. Koçiu pret Gonzaton, angazhim për përmbushjen e kritereve të kapitujve 23 dhe 24 të integrimit. Xhixho, Shqipëria e dyta në Europë për rritje më të lartë të çmimeve të banesave. Vetëm pak ditë pas marrjes detyrës, ministria Sala largohet për 2 javë jashtë vendit. Dha dorëheqjen nga posti i kryebashkiakut. Ermal Dreda pozon me zvencuesin, kam bindjen që Elisila do të bëj më të mirë. Sot ka shumë më tepër investime dhe infrastrukturë. Rama, trajtimi i mbetjeve është në një fazë të re me ardhjen tonë në qeveri. Tirana ka nevojë për kryetar. Rama pas shkarkimit të Veliajt, Këshilli Bashkiak i hapi rrugë zgjedhjeve të reja. Presidenti Begaj, multilaterizmi, një garanci për paqen dhe stabilitetin global. Kundërshtime për akt ekspertizën tekniko-ushtarake. Me diu, procesi po shkon drejt absurdit, çështje teknike nuk janë detyrë e ministrit. Shkarkimi i Elon Veliajt, Rama firmon stentën në orën 12. Këlliçi, protesta 44 javore ekspozoi aferat e Veliajt nga teatri kombëtar të inceneratorit. Begaj në New York, takim me Macron, mik i mirë i Shqipërisë.
Pas Erion Veliet, një tjetër Erion merret i pandehur nga SPAK, i akuzat ndaj kryebashkiakut Erion Isaj. Rilindja urbane në 2.0. Rama vijon çlirimi i hapësirave publike këtë radhë në Pogradec. E vërteta e fotos së Vangjurdakos, publikuar nga Sali Berisha. Spiro Pali në New York, takim me presidentin austriak, misinë e pakushtëzuar mes vendeve tonë. Kuvendi miraton antarët e komisioneve parlamentare. Erlad Kapri voton kundër. Foto live trajtim special Vangjurdakos në telefon me një shok në krevat. Video klosi opozitës flisni, po mos bëni si të fortë sa as nuk jeni. Berisha rruga e vetme mbetet protesta, sot ata nxinin sepse secili shihte tek vetja e tij fatin e Erion Veliet. Rikthehet pas 8 vitesh, Topalli sulmon diellën, ngjausi Mehmet dekret presidenti për një lodër teknologjike pyesni Gramuzovich. Video, po të qeshin dhe të tut, Boçi në kuvent ka folur vetëm Diella dhe Rama, po boni të mundurun të pamundur. Rambaçi, Peleshit, mos kujto se më vë përpara duke qenë aty lart. Ali Zoti, dhe në kohën e Adil Çarçanit kishte debat, riktheni seancën e kaluar, të dinë shqiptarët se kush do t'i drejtojë. Peleshi takim me Gonzaton rikonfirmoi mbështetjen në rrugën drejt antarësimit. Lamallari takon Van Horn, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara dhe mbështetje e vijueshme në reforma kyçe, vlerë e shtuar. Rama thret pasdite në kryetarët e bashkisë, deputetët e Tiranës dhe ministrat në kryeministri. Berisha Peleshit shënove rekordin më të zi, ajo seance pa shembullt u bë për të maskuar 18 Erion Veliet. Një vikaso duhet të kërkoni ndjes publike qytetarëve. Peleshi fik mikrofonin debate në sallë. Nuk akuza Peleshit, po tregoni sufler dhe ushtar. Ballë kthej deputetëve të opozitës, asnjë nga ju s'ka qenë folës në seancën e fundit. Balliu, opozita ka armë vetëm diskutimin, parlamenti duhet të kthehet në aren debati. Tabaku hera e parë në 34 vite që një qeveri betohet pa u prezantuar program. PD kërkon përsëritjen e seancës për programin e qeverisë. Zhupa, kemi të drejtë për debat. Video Kolliçi i kërkesë Peleshit, seanca 18 shtatorit, njoll turpi për ju ndryshoni proces verbal. Video kam sill burrin e diellos, kërkojmë dorën e ministres, Koreshi veshë dhëndrin në thonjza me kollare në kuvent. Dokumentin i seanca plenare, po do heq dorë nga rezistenca ja emrat e antarëve për komisionet parlamentare. Haxhimali shkakimi Erion Veliet, lajmi i mirë, e meritonte një fund të tillë, por i vonuar. Përfundon konferenca e kryetarëve, ja çfarë u vendos vetëm pak minuta përpara nisjes së seancës plenare. Celibashi, në Amerikë mund të vidhen zgjedhjet, ka më shumë probleme se këtu. Përbërja e komisioneve të përhershme, kuvendi mblidhet në seancë plenare. Lavdi pa fund. Erion Veliet ka lemaj, rruga politike e tij është një rrugë pa krye. Shumë zhvillimet nga rajoni. Shqiptari humb jetën tragjikisht në Greqi. Provokimi i Vučić në OKB. Kosova është pjesë e pandashme e Serbisë. Djali i Afrim-Bunjakut përkujton Tadin e ndjej boshllokun që ka lënë krenar për të. Kryeministri Kurti nderon heroin Afrim-Bunjakut, dëshmor i sovranitetit dhe integritetit të Republikës së Kosovës. Vučić halucinant në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kosova është pjesë e pandashme e Serbisë.
Zgjedhjet vendore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dili slogani VMRO DPMN, Maqedonia e jotja frikë për humbjen e identitetit Maqedonës. Tre punëtorë sezonal nga Kosova dënon Itali për sulm në grup ndaj një vajze. Vjosa Osmani takohet me sekretarin amerikan të shtetit, Marco Rubio, presidenti i Kosovës, patëm një bisedë përmbajtësore. 2 vite nga ngjarja në Banjsk, Isufi, sot situata ka ndryshuar, institucionet kanë përparuar dhe ligji zbatohet. Osmani thotë se zhvilloi një bisedë përmbajtësore me sekretarin Rubio. Vučić takon Rubio në New York, fokusi te bashkëpunimi politik dhe ekonomik. Aksident në Greqi, gruaja turke humbi jetën pasi makina përmbyset. Bashkimi Evropian përsërit thirrjen që autorët e sulmit në Banjsk të përballen me drejtësi. Shtatë arrestuar gjatë operacionit policor në Prishtinë dhe Pej. Ambasada britanike i kërkon Serbisë të sjellë para drejtësisë autorët e sulmit në Banjsk. 2 vite nga vrasja e policit në Bunjaku, Kosova i kërkon ndërkombëtarëve tryeztin ndaj Serbisë për dorëzimin e Milan Radojčić. 2 vjet nga sulmi në Banjsk në veri të Kosovës. Shkatërrohet rrjeti sirian, paratë e drogës i shndruan në ar që u transportua edhe në Kosovë. Kos po presin informimin e qeverisë së re për të angazhuar më shumë me Kosovën për dialog. Personat në kërkim për paraselisë së presidentit të Serbisë, Radio Europa Lir, 2 vite pak të akuzë për Banjskën në Serbi, Radojčić me adresë në Beograd. Greqia ndihmë 250 euro çdo nëntor për pensionistët, o djepet dhe për grupet e tjera në nevojë. Presidenti Zoran Milanović, Kroacia do të njohë Palestinën. Ambasadori britanik në Kosovë dhe udhëheqësit politik respektojnë vendimet e kushtetueses. Veliu, Kosova 8 muaj me një qeveri në detyrë, e cila ka vetëm detyrime administrative. Kosovë të akuzuarës serbe për spionazh vazhdohet paraburgimi për 2 muaj. Akt akuzë ndaj 6 personave për sulm ndaj policisë në veri të Kosovës. Në vitin 2021, EULEX dislokon njësitë speciale në Kosovë. Supremi refuzon ankesën e lëvizjes vetëvendosje për parullën e listës serbe. Osmani, ekziston një kërcënim i vazhdueshëm nga Serbia. Trump na ka ndihmuar. Serbia do nënshkruajë në tetor marrëveshje 3 vjeçare për import gazi me Rusinë. A do të shkrihen akujt, takohen në New York Erdogan dhe kryeministri Mitsotakis. Dëshmia e John Dugan nuk mendoi se Thaçi ishte komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dëshmia e tretë, mbrojtëse në Haga. Arifi, deklaratat tregojnë realisht ngjarjet ashtu siç ka ndodhur. Prana po larg Shëbaz, Bytyçi, dialogu strategjik s'ka nisur ende shkak deklaratat politike. Nga bitja 25 vjeçare së Ukrainës në Greqi, shenjat e gishtave nuk i përkasin të riut, hetimi do të nisë nga e para. Jo me zhvillimin nga bota. Pika pa kthim në Venezuelë. Shtetet e Bashkuara $50 milion për arrestimin e Maduros.
Bisedimet mesazhit Erdogan në New York shtyhen papritur, Ankaraja tërhiqet disa orë përpara takimit. Video Trump bë lëvizjen e papritur, zhduk portretin e Joe Bidenit nga korridori i presidentëve në shtëpinë e bardhë, ja me çfarë zvendçon. Shkencëtarët zbulojnë shkaqet e kraterëve misterioz në Siberi. Sulm me droni hudhve në Izrael 22 të plagosur. BE-ja shërton vendosjen e tarifave ndaj naftës ruse. Slovakia shtyn votimin për ndryshimet kushtetuese që synojnë kufizimin e të drejtave të çifteve të së njëjtës gjini dhe ndërimin e gjinisë. Sulmi kibernetik ju anuloi fluturimin, ja çfarë kompensimi mund të merrni. Shembet rruga në Bangkok, krijohet gropa për 900 metra shkatror. Macron i bën thirrje NATO-s të përshpejtojë reagimin ndaj provokimeve ruse. Sulmet izraelite, presidenti sirian bën thirrje për dialog, pres me padurim kapitullin tjetër për Gazën. Sirianët jashtë selisë së OKB-s është një fitore të shohim presidentin ton këtu. Sulm në një shkollë në Vrancë, çmendet nxënësi 14 vjeçar, ja çfarë i bën mësuesit. Trump para udhëheqësve arab nuk do lejoj aneksimin e bregut perëndimor nga Izraeli. Italia vendos një festë të re zyrtare për shenjtorin Shën Francesku i Asizit. Von der Leyen mbështet moshën minimale për akses në rrjetet sociale. Rrezulloi takimi Erdogan Mitsotakis Ankaraja shkak publikimi i parakohshëm i agjendës nga Athina. Mjekët në Gaza ngren alarmin, po operojnë pa anestezi, çdo ditë vinë me qindra viktima. Fjalimi në Asamblenë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Zelenski e drejta ndërkombëtare ndo shembet. Zelenski thiri Organizatës së Kombeve të Bashkuara ndalojeni Rusin tani, përndryshe Putini do zgjerojë luftën. Taiwan 14 të vdekur dhe mbi 100 të zhdukur nga tajfuni Ragasa. Shëba Venezuel gara për naftën e Karaibeve. Britania përdor inteligjencën artificiale për të goditur mashtrimet, kurse qindra milion pound. Video sulm i madh me dron Ukrainas në Rusinë Jugore, 2 të vdekur dëme në gatsjelsin Kaspik. NASA po investon miliarda për të ndërtuar një stacion hapësinor privat, nga si do funksionojë Heaven 1 dhe si do ndryshojë eksplorimi në univers. Shëbat, të shtona me arzjarin, zyrën e migracionit në Dallas, 1 vdekur dhe 2 të plagosur rënd. Ministrat e jashtëm G7-s premtojnë mbështetje të vazhdueshme për Ukrainë. Hetimi i linë bëhet teksti i Macron, që von der Leyen e fshiu me shpejtësi nxit polemika mbi transparencë. NASA nis mision për studimin e motit hapësinor. Palestina fiton territor në organizatën e OKB-s, plaka njohje si pasojë situatës krijuar në lindjen e mesme nga Izraeli. Pas Macron dhe presidenti Erdogan detyrohet të presë në këmbë shkak siguria e lëvizjes së Trump. Shohim të lajmet nga sporti. Video ndërpritje ndeshja e Kupës së Italisë, lojtarët vrapojnë drejt dhomave të zhveshjes.
Evlan Seferi shënon në Turqi, vihet në garë për këpucën e artë. Në ditë e rëndë për Arsenali, sulmuesi i afruar me bujnë Mercato do të mungoj 2 muaj. FIFA dhe UEFA paralajmërohen nga OKB-ja për Izraelin. Modelja OnlyFans zbulon detajet e lidhjes me Yamal, më shkroi që kur ishte 11 vjeç. Luis Enrique i vjedh Dembélé topin e artë në video e festimit të Paris Saint-Germain. Vidhet vila me trajnerit portugalist 800.000 euro dëm. Hansi Flick flet pas humbjes së Lamine Yamal në garën për topin e artë. Zyrtare, skuadra e Liris shkarkon trajnerin Claudian Duro. Gjani De Biazit e Milani shihet dora Allegrit, Juvia të mos gjeja libi të gjyqtarët. Yamal versus Mbappé zbulohet data dhe ora El Clasicos së parë të sezonit. Nxjerrë Serie A, Heshtuna dhe Diela përplas ekipet që janë në krye të renditjes. Plani i FIFA-s për një kupë bote me 64 ekipe në vitin 2030 po fiton për krahës. Lautaro udhëheqi Interi, sulmuesi i Argjentinas do të jetë titullar në sfidën ndaj Cagliarit. Skiatore Lara Kulturi gati për të nisur sezonin e ri të Kupës së Botës. Kto ishin mënyrë përmbledhur lajmet e zhvillimet kryesore të orëve të fundit. Ne shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. 30 në pjesën e komunikimit drejt për drejt me ju që zgjat më pas deri në përfundim. Mirpresim të parën telefonat për sot. Alo, dhe me numrat. Po, faleminderit. Alo, mirëmëngjesi. Po, përshëndetje. Urdhëroni. Nga Bashkopia. Kom po aplikimin ke tokat ke po 3 herë si puna ti Skodonit si foli dje me ty. Dhe nuk më s'ken përgjigje këto Bashkopis. Kur i ke bërë aplikimet? I kom po 2 herë, ka 6 muaj herë më para 2 herë i kom pagu 2 herë ke bonga. E nuk më s'ken përgjigje, nuk më vinë në moment e pasurisë që kom aplikuar, me si vllaj. Gjë pak. Më thënë, për çfarë ke aplikuar? Për certifikat pronësie apo për të një shërbim tjetër? Certifikat pronësie, po. Nuk kanë një problem prona, nuk është se të kanë thënë përgjigje apo jo? Jo, ka kësi përgjigje me fjallë, i kanë kalu një herë, sa nuk kanë as posi, edhe për zditi pagoda. Gjë pak, dokumentin e aplikimit e keni? Po, ke noteri. Më duhet ai që të pyesin e luar. Merja noteri dhe të pyesim ta ndihmë. Si ti dhe me ty unë prapë, si në komandant jetë. I kom letët në ndosë, i kom këshpia. Po, ma nis me foto dokumentin e aplikimit, lutem. Ke WhatsApp-i jëtë? Po. Komandant jetë. Faleminderit për telefonatën. Komandant jetë. Shkoj me tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Unë jam një zoj nga Tirana. Kam një shqetësim. Po? Nuk e kam timin. Unë jetoj këtu ke Gjamliku. Ama djalin e kam ke festari shtetit. Sa e që shkoj atje, më vim set një qift pleq. Kanë gati 2 muaj që flenë aty. Ku flenë? Jashtë. I hyrje, jashtë. Mëra i shiu me të thënë drejtën edhe unë jam nën. Më shkoj menje ke ato, kanë ardhë gazetar, kanë ardhë i kanë marrë në për intervista, asë një gjë. Po bon 2 muaj gjënafa, e to janë mbi 70 vjeç të dy, me shkope, me të smure, invadite. Se si e kanë hallin, nuk e di. Po, flinë jashtë. Nuk kam në ti shteti jonë që t'i ndihmoj të qift pleq. Ta mendojmë vetën si vetën tonë. Po bra, e sakt. Vimsen, me të thonë drejtën. Të kisha. Ku janë fix? Rruga Muhamet Deliu, festari shtetit. Okej. I ke pyetur ndonjëherë që pse mos ndoshta Po, arrin i aty? kam pyet, kemi qenë me qera, na kam nxjerr, kemi pas shpina shprisur, një gjë e tillë. Fëmijë s'kan? Kush e di thuaj? Po, i diet, nuk kam hyrë kështu. Po të kenë fëmijë, ose i kanë arrakata, ose nuk kanë, nuk i dihet. Atë mos e thuaj se si dihet, po. Mirë, ndashur. Mirë, faleminderit shumë. Që na e përcjellët si informacion. Ditë mbar për juve. Jemi me telefonues të tjerë në këtë pjesë të parë
të bashkëbisedimin me ju në 068 99 00008, në 068 60 54 639. Alo? Alo? A është telefoni, okej. Do të ishte telefonues, ndjes. Presim pak momente për të tjerë telefonues të kësaj pjese të parë të komunikimin drejt për drejt me ju. Jemi në ora juaj, në takimin tonë të përditshëm nga hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 9 dhe për sot, e njëjtë, data 25 shtator 2025, ora 7:34 minuta. Sapo kemi nisur pjesën e komunikimit me ju që do zgjas deri në përfundim të emisionit, pra në orën 8:50 minuta. Ndërkohë, për çdo problematikë ju mund të na adresoni duke na shkruar edhe përmes rrjeteve sociale, në Facebook, në Instagram, Klodi Karaj, ku doni ju dhe të ato të emisionit. Alo, të televizionit. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Po, nga dushku i lushnjës u flas. Urdhoni. Neve kemi një shqetësim, Klodi, për punën e atyre analizave. Ka rreth 3 muaj që nuk behen shtetërorë. Po. S'ka, nuk ka. Vetëm atje, s'ka që të bëjnë dhe mjekë, thot, ikni më lartë të tankohën. Nuk e di, a është vetë, shkona është edhe për lushjen, nuk e di mjekë. As një lloj analize nuk bëhet, ë? As një lloj, vetëm për të bërë, kisha pa analiza për të bërë, e po dhe gjithë një privato, Klodi, nuk i bëjmë dot. Pensionista jemi. Jo, po s'ke, kur është një shërbim që merret në spitali publik, s'ke pse bën atje. Nuk e po çfarë bëjmë, edhe na duhet 3 muaj, 3 muaj. Nuk e di pse. Po, edhe një problem tjetër. Po, patjetër, më thuaj. Do të vesh që të bësh bicikletën. Është ajo për zemrën. Po, e di. Edhe që në shkurt ishim pronontuar shtetëror dhe akoma nuk ka ardhur radha. Po tani më të radha për të bërë bicikletën shtetëror. Pa mirë se pret zemra. Pret zemra. E të mërshme. Ashtu është mire ke pret, po se si do vejnë, nëse na vigjojnë ata... Unë po bëj ironin, fakt, nuk e kam seriozisht, po them për... Jo, e kuptoj, Të mërshme, nuk e di. Nëse na vigjojnë, inshallah... Jo, do ja u çojmë ne si zë për ta dëgjuar. Mirë, Klodi, shumë faleminderit juve. Një ditë të mbarë, faleminderit shumë. Edhe për ju, faleminderit shumë. Për telefonatën? Okej. Presim për të tjerë. Një sekond se tani u kujtova. Ishte dje një telefonat e gjatë, po themi disa minuta. Një moment, Fation, të lutem. Për sa i përket, prise po them dhe emrin. Po, Kudretet Çema, se thashë do ta them të konfirmuar edhe në emision. Për sa i përket problematikës që kishte me pensionin, përgjigja zyrtare nga sigurimet është kjo. Zonja ka dalë pa kushte në 2023 dhe nuk ka pasur 15 vite punë, i është lidhur me ligjin 7/2025 me datë fillimi pensionit 13 mars 2025. Pra është ajo që thamë, që në rase kur kur plotson moshën për të dalë në pension, nuk i ke të plota 15 vite të minimale, po plota po e them për çështje minimale, të viteve të punës, pra pragun minimal 15 vite, e drejta për ta përfituar pensionit të lind nga momenti kur të njihen ose të plotësohen 15 vite. Nëse i plotëson pas 10 ditësh të njihet aty, nëse i plotëson pas 8 muajsh të njihet pas 8 muajsh pensioni, e drejta për ta marrë. Përshëndetje telefonata. Ja. Alo? Kam një njëritimin, bën 61 në vjetor. Burr apo grua? Për të dalë në pension. Është grua, besoj. Po. 62 vjeçe. Fikse? Po. Faleminderit. Pra nuk i ka bërë, i bën tani në vjetor. I bën tani në vjetor, 61. 62 atëherë. Mendova se the i ka bërë. Faleminderit. Asgjë fare. Të lutem, faleminderit ju për telefonatën. Mosha e grave për të dalë në pension shtohet me nga 2 muaj çdo vit. Aktualisht zonja që dalin nga marsi dhe këtej dalin fiks 62, ndërsa më pas vitin tjetër 62, 2 muaj, 4, 6, 8 dhe kështu me radhë derisa të shkojë 65 vjeç. Jemi në 7:38 minuta, ju presim dhe sot në 068 99 00 008, 068 60 54 639 në këtë ditë pak sa me shi, pak të në Tiranë, nuk e dim në zonat e tjera, pak rëndësi ka kjo. Kemi telefonat? Kemi?
Presim pak çaste për telefonues të tjerë për vimin e kësaj hapësire për sa i përket komunikimit me ju deri në orën 8:50 minuta. Po unë që kam aplikuar në dhjetor, thot. Aplikova në dhjetor vitit kaluar dhe e mora pensionin që kur po s'ka lidhje kjo. Shikoni, kemi thënë këtë, mund ta kesh të drejtën për të përfituar pension në janar dhe për arsyet e tua aplikon në dhjetor, pra gati një vit me vonesë. Të drejtën në rast se i ke minimumin 15 vite merr në që në janar. Kjo nuk e pengon as pak lidhjen e pensionit, edhe pse aplikimi është bërë pra tjetër rast ky. Ti e ke bërë aplikimin ke plotësuar moshën në tetor dhe aplikimin e ke bërë në dhjetor dhe sigurisht që nga tetori do ta marrësh atë, se s'mund ta marrësh nga dhjetori. Po është rast tjetër ai i zonjës me rastin që më thua ti. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Ja kalon mirini. Urdhoni zonjë. Po, një pyetje kisha unë për pensionin. E kam marrë, kam vite, po me që njën këto vitet e kooperativës, mund e tyra ato 5 vite mija edhe mund e të shtoj pensioni ajo, a? Do bësh aplikim për të trajtuar me ligjin e ri. Në Jelbenja. Në Jelbenja ben? Po, e nderuar, patjetër. Shumë faleminderit. Asgjë fare, të lutem, faleminderit dhe ju. Në presim tjetër, mëngjes. Mëngjes. Urdhoni. Në tam 3 korrikun, shtator kam dërguar një kështu përgjigje të 20 deklarimit më ka kadastra. Ku e kemi? Ku ma ke sjell? Në WhatsApp. Me numrat 3 të fundit? 444. Katër në fund. Se kam unë? Po, një sekund. E gjeta. Mështetit do ta një sekund, prit pak. Me këta. Dëgjoj pak. Po. Pas kësaj juve ju ka ardhur një tjetër përgjigje? Në këta tjetër përgjigje? Po. Sepse kjo që keni ju është vërtetimi i kësaj. Po. Në 15 janar 2024-s. Po. Një moment. Po, të ka ardhur përgjigje tjetër i nderuar. Shikoj dhe më shkruaj. Dhe tjetra. Po? Dhe folëm pa ditë, folëm për kështu. Kam bërë një armë gjallë. Kë? Një person që ishte vetëm një kuptim e morëm, për në shumë e morëm për... Nuk të dëgjoj mirë, çfarë është kjo? Armë gjallë. Okej. Dhe kjo siguron të e pa regjistruar në gram, sepse janë digur ato, dhe që të në të shtatë me komisariate dhe nuk ishte regjistri. Për armën? Ne, për armën, nëse ti nuk kam informacion, por do të interesohem. Një sekundë, e kam pyetur dikë? Nuk e di nëse kam, tani e kujtova, folëm para disa ditësh. S'doja të futëm me të të shumë buj, bërë shumë kështu. Jo, s'ka problem. Shiko, po të lë një mesazh këtu dhe flasim pas emisionit. Po të lë një mesazh në telefon, dakord? Mirë. Ndërkohë shikoje përgjigjen tjetër. Po, dhe të ta shih. Dhe më shkruaj. Po, faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhë. Unë jeshtë tjerë nga fshati Gramzi i rrethit Krujës. Se njësi administrative formale. Po. Ne kemi një problem, që të mbarëzër jo për jështëria i para një viti. Është ajo bypassi i rrugës aty si mund të themi ne. Po. Edhe pjesa nga autostrada deri te rruga, ish rruga nacionale, është prapë e rruga nacionale ose e vjetra. Ajo është bëhen, se më thonë, është merr pafund, si thonë. Edhe as interesohet njëri, plus që është amortizuar. Jo amortizuar, po prisha vëlla se është mbi kapacitet. Se çdo rrugë ka kapacitet, vetëm Shqipërisë nuk ka. Nuk ka kapacitet e tjera, jo kapacitet e rrugësh. Por pjesën tjetër për shembull, unë isha o gazetara, kisha të mundën i çoni e shikoni. Ku është adresa edhe një herë? Domethënë rruga e Gramzës. Rruga e? Rruga Gramz.
nga qendra ose nga autostrada, dali autostradës. Ajo që e ka boja famshme Balluku, atë dalin aty si në qendër vjellë. Do si vinë makinat aty, domethënë është Nuk e di që Balluku është ndërton i nderuar, kështu që më thuaj adresën e problemit. Po, vendimi i Ballukut ka qenë. Është i qeverisë i nderuar. Më thuaj adresën edhe një herë, vetëm kaq është. Apo jo? Nga këtë e mora, okay. Nga rruga nacionale Laç, domethënë fushkruj Laç, edhe degëzimi Gramzës. Ose ku del nga autostrada. E kam parasysh kush, e di. Ku del nga autostrada duhet të ketë sharë dhe tina herësej. Po, e kam parasysh kush. Edhe i problem tjetër kam unë marrëdhënie me ju drejt. Patjetër. Ajo radio ju nga keni fshehet ajo. Nuk e kemi fshehur nderuar, do vim shumë shpejt. Nuk është në funksion domethënë. Nuk e kemi fshehur se ajo është për publikun dhe është në interesin ton të parë për ta ashtu, por do vim shumë shpejt. Okej. Ta premtoj. Në frekuencë apo keni ndru frekuencë? Këtë do ta komunikojmë dashur. Nuk kemi aktualisht se ka një problem. Jo, do të lutem këtë problemin e parë, për shembull se kjo është pasioni im, kjo radio juaj, edhe mos ta kanalizojmë kështu. Por këtë që është, domethënë interesi i përgjithshëm. Po, patjetër. Shikojmë me seriozitet. Prandaj dhe shënova i nderuar. Prandaj dhe shënova. Falenderoj shumë. Përshëndes, ditën e mirë. Ditën e mirë dhe ju ditën e mirë. Shkoj me tjetër telefonues, përshëndetje. Uleni televizorin, ju lutem. Zërin. Përshëndetje. Po, Klodi, unë. Klodi, si jeni? Mirë si jeni ju. Unë kam pasur dhe kam një problem të një certifikatë të një tokë, të kam pru letër 2 vjetë këtë 2 vjetë, ku di unë... Ku mi solle? Ti më thejë përgjigje, më thejë që janë proces, unë vetë pysë në unë ka dasë, po një të fjalë ka një në Tiranë... Ku mi ke sjellë ndërru? Kur të vika kjo certifikatë tani? Një sekund, të lutem, një sekund, ku mi ke sjellë që ta shoh? 2 vjetë i kam sjellë unë, ku më menë unë. Unë them ku, ti thua... Ku? Ke Oranjus. Mi ke sjellë vetë? Me post. Me emër? Rizat Sami. Ku ndodhet prona? Në Elbasani jam una njësia bashkëjarë të rikë, Shalës Liqaj. Se di, nuk e kam në telefon me thënë drejtë, du ta shoh te zyra. Aha? Ma jep numrin e telefonit tënd. Po sa jep do tani unë se kam tu atë shkrimin. Se më mend kështu. Klodi, më jetë marrë të prapun ty në ditë tjetër, nesër për shembull. Kur të duash. Po një vërejtje kam unë për Edi Ramën, qeverin direkt. Pse më Klodi, neve si këta që kam unë e kanë shumë në për kadastrat. Pse mos ne japin të certifikata neve t'i bëjmë bashki, përdesë bashkinë e Edi Rama i ka bërë shumë të plotfuqishme, edhe ashtu duhet jetë. Pse të vejmë kadastre neve për këto tokët që ne kemi fshat, ajo kadastra është del Elbasan. Shiko, për të qenë korrekt, është hequr shkuarja atje, pra s'ka nevojë të shkosh as atje në kadastër, sepse aplikimi bëhet online. Po të shkosh atje nuk të lën. Po. Më kupton, kështu që njësoj do ishte si në bashki, si në kadastër, prap nuk të lën të futesh në institucion. Aplikimi bëhet online. Po, edhe tjetër tani. Unë nuk e kuptoj për çfarë ma marrin këtë certifikat, për çfarë ma marrin nuk ma japin. Në bjerë këtë dokument, urdhë, bjerë këtë. Ç'm ka thënë? Mylli. Mos të ka ardhur përgjigja në Albania dhe se ke parë. Jo, s'ka ardhur fare Klodi, nuk ka ardhur. Edhe tjetër pastaj. Ja që jemi mërzitur, jemi stresuar, kam 10 vjetë që kam me ullija toke, kam rëthuar, kam punuar, kam me ullija, si ma mira, më. Disa që si ka milëtohet, i ka që vi ka të shpet. Kjo është e shëtishë të një. Nëzire numrin e telefonit për të komunikuar dhe të ashoj. Mirë, do të bi nesër, mirë? Kur të duash? Se se më shpi për momentet, nuk kam, se se maj mento. S'ka më në fare. Përshëndet shumë, faleminderit. Klodi, je shumë i mirë, Klodi. Faleminderit. Mirë pasi do ta bëj numrin e telefonit. Ditë mbar, shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Na bëra intereso për një timi ka ardhur një për legalizim të shtëpive. I ka ardhur vendimi, kështu që është mirë aktual. Tani çfarë procedurë do dikim vone? Se shtoj. Shiko, varet kur i ka ardhur vendimi, po ka ardhur tani, do pres një muaj. Një me, po, 30 ditë, po, kam parasysh. Bravo, do presi muaj derisa të postohet, të publikohet, të afishohet, po themi kështu, dhe pas një muaj do aplikoj për certifikat pronësie. Kjo është procedura. Po.
Në rast se ka ndonjë pagesë pra pambetur të legalizimit, do I thonë do ja sjellin me postë pas 28-29 ditëve dhe pas afishimit të legalizimit aplikohet për certifikat pronësie, e cila është, po themi, faza e fundit e pajisjes me dokument pronësie për një pronë. Qoftë kjo për objekt, në rastin konkret se shtëpi duhet të jetë apo jo. Asgjë fare, të lutem. Faleminderit dhe juve. Gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesin. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, alo. Po, Po, më dëgjon nga telefoni? po të dëgjoj. Po. Alo, Alo. urdhroni. Po ule zërin e televizorit, të lutem, zotri. Po e kam ullur. Jo, nuk e ke ulur, ule në zero. Po në zërë e kam dhënë. Flisni. Alo. Po urdhoni. Me ora njës po flas. Po, Klodia. Para një viti kam bërë një aksident me makinë. Mhm. Në datën 4 tetor. Kam kapur avokatin, kam qenë pasagjer. Kam kapur avokatin, I kam dybur të tëra dokumentat, po më thot që po nuk u bë gjyqi shoferit, unë nuk bëj dot asnjë veprim. Si është rregulli? Unë s'kam punë me shoferin, sepse shoferi ka siguruar pasagjerët. Me kë ke punë? Kë ke hedhur në gjyq? Unë kam hedhur në gjyq siguracionin se ai shoferi që udhtova unë I kishte siguruar pasagjerët. Ai duhet ta mbaroj gjyqin një herë. Do me thonë duhet të mbaroj gjyqi shoferit, pasaj të hapet gjyqi im. Jo, shkon paralelisht ajo, se dakord mund të jetë siguruar si gjë, po varet kush është fajtor pastaj, më kupton? Pra pa u konkluduar e përgjithshme as mund të shkojmë pastaj te pjesët e tjera, më kupton? Larguar. Shkojmë me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Klodi, Po Klodia. jam një zonjë nga Durrësi. Po. Edhe do të në 26-ën, 5 prill plotësoj 62 vjeçë. Po. E po flitet që shtohem nga 2 muaj. Po je. Kur më takon moshë të dal pension, edhe kam 31 vite punë. Edhe një herë, kur ke bërë 61 zonjë? 61 kam bërë me 8 prill, 62 bëjmë. 62 do dalësh. Po, 62. Fiks. Do të nuk koshte ta 2 muajsh, se po Po të është shtuar pra 2 muaj. Dilin për para 61, 10 muaj, tani dalin 62. Okay. Kështu që në rregull. Vite punë, mund të sa pensioni plot apo I pjesëshëm? Nuk ka lidhje me vitet, pensioni I plot apo I pjesëshëm, më shumë se sa edhe bashkë me pagesën e kontributeve që ke bërë, sepse në rast se sepse në rast se ju keni 31 vite punë, ë? Po. Në rast edhe një Okej, në rast se ju keni 40 vite punë dhe një shoqja jote po 40 vite punë dhe jeni të dyja me deklarata të ndryshme të pagesave për kontribute shoqërore, dilni të dyja me pension të ndryshëm. Pra, ai që paguan më shumë, përfiton më shumë. Më kupton? Po, 31 vite punë I kam libres punës. I kam të Unë e sqarova pse se di pse ma përsërit akoma. Domethënë më shumë se sa vetëm me vit, pra nuk është vetëm çështje vitesh kjo e nderuar. Pra është çështje vitesh dhe kontributi, sepse nëse je paguar me kontribut minimal, Jo, me vite pune. Kam pagu kontribut e drejt. Të ta thjeshtoj më ti ke 32 vite punë. 31. Po ha moj zemër, se kam kështu fiks. Ke 31 vite 3 muaj. Po. Bravo. Edhe un kam 31 vite 3 muaj bashkë me ty. Un kam paguar. Po jo, un më zonjë tani se po na çuditë. Un po e marr shembull për ta kuptuar. Ne të dy jemi në moshë pensioni, ë? Jo me vërtetë se unë nuk jam në moshë pensioni. Okej, jam ende I vogël. Atëherë. Në fund ne të dy kemi 31 vite 3 muaj. Ti je paguar me rrog 800.000 lek, unë me rrog 500.000 lek. Kush merr më shumë, unë apo ti pension? Jo, e që paguat më shumë, merr më shumë. E pra? Ja dolëm. Faleminderit ju dashur. Faleminderit për telefonatën. Presim tjetër apo?
Okej, duhet shkëputemi. Flasim për prostatol, sepse ata të cilët kanë probleme me prostatën, më mirë se askush tjetër, i dim problemet që sjell mos funksionimi i mirë, i plot në kushte normale i prostatës. Është ky kompleks bimor në fakt nga natyra terapi, dhe është me 100% përbërës bimor, mund ta kontrolloni dhe bëni analiza në laborator privat, publik, ku të doni ju, për të vërtetuar se është një suplement ushqimor mbi të gjitha, është një kompleks që vjen nga bimët dhe nga fruta, ka dhe fruta këtu, më të mira që mund të konsumojnë dhe mund të ketë trupi i njeriut. Kështu që mos u zgjoni më shumë shpesh gjatë natës, në rast se keni shenja të fillimit problemeve të prostatës, merrni prostatol përpara këtyre probleme, por gjithsesi prostatol shërben dhe për ata të cilët tashmë e kanë një problematikë caktuar me prostatën. Nuk ka efekt ansor, është pyetja rëndom dhe me drejt që bëhet nga shumë njerëz, sidomos kur kurohen edhe nga një problem i ndryshëm shëndetësor, thonë na mund ta marr të ilaçin, po mos ka efekt ansor, më jep një medikament tjetër alternativ që kanë pak efekt ansor etj. Me radhë, prostatol nuk e ka këtë efekt ansor, sepse është thash 100% bimor dhe është specifik vetëm për prostatën. Nuk ndërvepron as me medikamente të tjera në rast se jeni duke u kuruar nga një sëmundje tjetër. Kështu që përgjithësisht ju vuani. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit. Mirëmëngjes, telefonata e radhës. Përshëndetje. Alo? Po që Klodhije? Po Klodia, murdoni? Jo, kam kunatin, ka punuar në Greqi me sigurime dhe me karta të rregullta. Ka siguruar edhe këte vite pune, në ato vite. Edhe këte edhe ande. Jenë të dy. Qiko, aktualisht jo, nuk jenë të dy, e? Përdro? Çfarë moshe ka personi për cilin ti flet? Asnja 20-50 vjetë. Okej, shiko. Aktualisht nuk llogaritën të dyja, sepse nuk ka një marrëveshje mes vendeve. Por besoj deri kur të jetë në moshë pensioni, besoj që gjërat ndoshta kanë ndryshuar dhe mund të kemi një marrëveshje mes dy vendeve, e cila Ore, po në Shqipëri un kam problem kështu. Kam punuar prindit e mi kanë pasqyruar mua, un punoj në Milier, mi kanë pasqyruar mua vitet e punës. Domthon mbi vendosje me vitet e kooperativës. Dokumentat janë me fuqi plot ligjore thotë. Jo, s'ka lidhje fare. Ti s'mund të punosh në dy vende njëkohësisht, sidomos kur bëhet fjalë për punë fizike. Po në një vend se i bie që unë tani në këtë orë që punoj këtu sigurojmë diku tjetër të bëj sikur jam dhe atje. E po jo, atje kanë punuar, prindit e mi kanë pasqyruar mua. Më keq akoma. Dokumentet janë të rregullta, kupton. Okej. Ju keni dalë pension. Po që kam dalë, ore. Edhe s'tosh. Nuk mi kanë njohur. Po nuk të njehen ato nderuar. Mirë. Faleminderit shumë. Unë jam në maj mali, nuk jam para televizorit. S'ka problem fare, po si na more, ku e dije që ishte emisioni? Punë të mbarë, shëndet. Si na more duke mos na parë? Unë mora një, po nuk dole të tjerë. Po ja dola, unë bashkë po flasim ne. Po mirë, të sot dole, po mora ka marrë dhe sa herë për para. Po mirë, ka qenë linja e zënë, po si na merdi pa na shikuar, nuk shikon televizor? Jo, ku kam dalë unë, aty nuk ka valë. As ka valë, e kuptova, e vlerësoj shumë. Nga maje malit, mi shpilar, kështu jam në fshatun. Ku jetoni? Tash jam në majtë malit, të du, afër, ku jam në majtë malit, nuk jam para televizor. Ku jetoni ju? Unë jam në Pogradit, në i fshat, në Osna. Okej. Mirë nderuar. Faleminderit shumë për telefonatën dhe sakrificën që ke bërë. Gjithë të mira. Faleminderit shumë. Presim telefonat tjetër. Alo, me Klodi flas. Klodia. Klodi, fola di unë për sigurimet shqiptare në Durrës. Fola di, theti ja. Po, e thash pak më përpara, ta përmenda emrin. 485 fund që numri, ku drejt e çerë. E di, më erdhi përgjigje, unë e thash pak më përpara në fillim të pjesës së dytë këtë gjë. Dhe më dëgjoj pak e nderuar. Unë thasë se më dëgjove. Atëre. Përgjigjja është kjo. Kudretet Çerma ka dalë pa kushte në vitin 2023, sepse nuk ka pasur 15 vite punë. Është lidhur me ligjin 7/2025 në datë fillim pensionit 13/3/2025. Pra e dashur, është ajo që unë thash dje, që mendova që ishte kjo, dhe kështu ishte. Pra, ju keni pasur 15 vite punë, por për arsye të ndryshme nuk ju është njohur kur keni plotësuar moshën, se ka pasur ato problemet me emrin e babait. Thënë kjo, ju jeni trajtuar me ligjin e ri pas X muajsh. Mas shumë aplikime të tjera që në 2023 edhe një herë 3-4 aplikime. Edhe një herë, të lutem. Në kohën kur ti ke plotësuar moshën për të dalë në pension, nuk i ke pasur kushtet për të dalë në pension, sepse nuk i ke pasur po ashtu 15 vite minimum.
Klodi, kushti Sepse, që vetëm emri se ka zonjë, paguar 3 vite pension. edhe një herë, tani do më... Se di e shkoj 20 minuta telefonat, mos e bëj prapë sot. Kur ke plotësuar moshën për të dalë në pension, ti ke pasur vitet e punës, por një pjesë prej të cilave nuk ti janë njohur, sepse ke pasur të ndryshëm emrin e babait. Me futje në fuqi të ligjit të ri, persona trajtohen automatikisht me këtë ligj të ri. Dhe njëjta gjë ka ndodhur me ju. Emri i babait është marrë i mirëqenë dhe i rregulluar me ligjin e ri që është miratuar. Dhe ty e drejta për të marrë pension është nga momenti që është miratuar nga ligji i ri, pra nga muaji mars të lindë drejta për të marrë pension, sepse në atë kohë është vërtetuar dhe ka dalë ligji që kemi të bëjmë me një person që është babai juaj. Në rast se ju do kishit bërë gjyq në fillim për këto vite, e drejta për të marrë pension do ishte nga 2023 që kur keni plotësuar moshën. Por në rast se keni lënë, atëherë drejta për ta marrë këtë pension të lind nga momenti kur sigurimet vërtetojnë se kemi të bëjmë me një person, dhe kjo ka ardhur si pasojë e miratimit të ligjit. Kështu. Bëj një pyetje? Bëje. E di çfarë pyetje të bësh. Po kam të drejtë të bëj gjyq tani 20 mars i thon 2 milion lek. Atëherë, të drejtën e ke, por do ta humbësh gjyqin. Kupton? Arsyeja se nuk ka, sepse të është miratuar ligji, të është njohur. Kjo, më kupton? Dhe nuk ka, për sa kohë, pastaj tjetra, arsyeja tjetër është i evonuar. Më kupton? Unë të thash se nuk të maj shumë se edhe vetë që më majtë shumë di, unë thash që kam bërë gjitha ato aplikime. Po nuk e, po s'ka lidhje. Edhe? Po patjetër. Po nuk janë të detyruar të ta thonë. Nuk e ka të shkruar në ligj. Po pra, po, edhe një herë thash. Ata mund të ta thonë këtë gjë, por as ti nuk i ke pyetur që si ta zgjidh problemin apo jo. Edhe unë nuk e dija, Klodi. Bravo, dhe në këto kushte, për fat keq, ty e drejta të lind nga muaji mars për ta marrë pensionin. Nuk ka rrugë ti. E dija se ku nuk më vente ndërmend, thash e di që do bëhesh kjo gjë, që do merresh pensioni mas ligjit, e kupton, mas marsit. Po si e dije ti për shembull, kur ka ndryshim emri, si zgjidhet e dije ti? Po tani u quajt vërtetimit që sova u Jo e dashur. Do ta shpjegoj. Ligji i ri për shkëmbatimet bujqësore dhe jo vetëm nuk do thotë që merren në konsiderat dokumentet që ka individi. Do thotë që ato njihen a priori. Ma kupton? Pra, kur u miratua ligji, nuk ka nevojë qytetarit thotë që shiko, unë kam dhe këtë dokument që vërtet. Jo, janë njohur automatikisht ato. Si kundër me ju. Pra, juve nuk janë njohur për shkak të shkresave. Sepse thash edhe një herë, ndryshimi rrënjësor nga Hasan në Hysen, ndjes për ata që kanë këto emra, nuk verifikohet vetëm me anë të një vërtetimi nga bashkia apo gjendja civile. Jo, ndryshime të tilla duhen vetëm me gjyq. Sigurime shoqërore nuk e kanë për detyrë të ta thonë paraprakisht që kjo zgjidhet me gjyq. Sigurime shoqërore të thonë pasi ti i pyes si zgjidhet kjo, dhe thonë zgjidhet me gjyq. E sugjerojnë, pastaj vendimi merret nga ju. Në rast se kjo vonohet, e drejta për ta marrë pensionin është nga momenti kur verifikohet që ke periudhën minimale të viteve të punës. Më kupton? A ke të drejta bërë gjyqin? Ke të drejta bërë gjyqin, por janë shpenzime që do të shkojnë kot dhe do shpenzosh pa asgjë. Pasi ty tashmë të është njohur dhe kjo periudhë ka kaluar. Më kupton? Nuk ka fuqi prapa vepruese më. Se çfarë do hedhësh në gjyq? Po ta dija kisha barë gjyqin e Klodi, se më këtë përgjigje 2 herë. Ta dija kisha barë gjyqin para ligjit, unë kam që në 2023 Po, patjetër, mirë do ishe më e fituar sot. Po të ka humbur kjo, jo të ka humbur mundësia. Mund ta hapësh gjyqin se ata lek duan, më kupton? Po që në fund do dalësh që po tim pensioni, çfarë kërkon më? Më kupton e dashur? Me fjalë e saktë që sado ta kërkoj unë nuk e fitoj. Ti kërkoje për të hequr merakun tënd, por në fund pasaj do thuash pse më ikën kot një 700-800.000 lekë, a mos më shumë. Më kupton? Po. Se do mikin kot dhe të lekë se 2 milion mikun, mikin dhe 600 edhe pastaj. Po, jeto për borxhet. Po. Klodi shumë faleminderit. Përqafoj shumë, faleminderit dashur. Më vjen keq që dash të përgjigje, por kështu është. Faleminderit. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, po të mbarë. U mërzite? Një orë duke pritur. Ishte mire. Po, më thuaj. Urdo, më thuaj.
Alo. A do flisni apo jo? Ikim me tjetër atëherë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Ule zërin televizorit, lutem. Po. Ulur deri në fund. Më thuaj. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes e dashur. Ule zërin televizorit, të lutem. Në zero, e mbylla. Jam një mësuese, kam punuar në Librez kam 40 vite e 2 muaj, dhe me arsim të lartë, me kualifikim maksimal, me rrogë maksimale, dhe më ka zënë një pension qesharak. Që do të thot? Sa? 32.1 për reja. 320 vjetra. A gjanë pensionet? është qesharake, tamam. Kërkova një rishikim. Po, atë do thoja. Te Albania, më rritën vetëm një muaj, një 700 lekë shtëri, dhe muajt e tjerë nuk ma dhanë. Mas ke marrë kompensim energjia dhe, apo jo? Mundet. Nuk është marrë kompensim energjia dhe tani s'ke kaluar ato kilovatë. Gjithsesi, kërkesën për rishqyrtim pensioni mund ta bëni në çdo kohë, por shiko, kaq janë këto, edhe maksimale dhe minimale të se. Por që mund ta bësh, hiq merakun, bëje një kërkesë në Albania për rishqyrtim pension. Dhe më thënë krysh maksimali, joni, për një kontribut 20 sa vite. Po kaq janë pensionet, më kupton, nuk është se. Minimumi është kjo apo maksimumi? Kjo është maksimumi, s'është minimumi. Minimumi është as 100.000 lekë të vjetra. Ju falenderoj. Por unë ja u sugjeroj që ta bëni këtë kërkesë për rishqyrtim pensioni, sepse ka ndodhur që mund të jetë llogaritur dhe gabim, dhe është reflektuar pastaj në pension. Ajo nuk të merr as kohë as shpenzim, kështu që bëjeni. Të kuptova. Po puna është ka ndonjë institucion ku mund të diskutoj gojarisht me ndonjë jurist? Mund të shkoni të provoni të sigurimet në rast se ju pranojnë për të futur aty. Të sigurimet të Zoguzi? Aty nga Tirana jeni apo jo? Po, nga Tirana. Te drejtoria rajonale. Drejtoria rajonale? Ajo është. Po. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ditë mbar. Faleminderit shumë. Presim tjetër telefonues, përshëndetje. Alo. Alo. Urdhroni. Klodi. Po. Klodi, një problem për legalizimet kisha. Tu nga Qesaraka jam. Edhe më që në 2017 në ke gati dhe më është sot dhe më është nesër asgjë. Të jap një numër protokolli? Për çfarë është bërë aplikimi? Për çfarë është bërë aplikimi? Për një banes, në Qesarak jemi. Kur e ke bërë aplikimin? 2014, nuk kam bërë që në 2005 një regjistrim komun, po në 2014 e kam bërë kështu me numër protokolli. E ke dokumentin e aplikimit apo jo? Po, ta jap numrin? Jo, më duhet dokumenti i plotit ashtu. Dokumenti i plot? E gjithë ajo pasyra që ka aty, e aplikimit. Po, të kuptoj, mirë, ta qoj pak më vonë. Po, Manis, kur të mundesh, dakord? Rosh, faleminderit. Faleminderit shumë. Për telefonatë, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhoni. Jam nga Durrësi. Po. Me datën 6 shtator kam moshën të dalë në pension. Kam 2 vite që kam punuar një firmë private, 96, 1 tetor, 96, 1 30 tetor, 98. Po. Si mund t'i marrë këtë, se ajo firmë ka qenë në Tiranë. Ku ke punuar në këto vite? Kam punuar, është firma e Tano Verseas. Po çfarë ka ndodhur? Pse nuk të llogaritën këto vite? Po nuk i gjej dot ato se firma ka qenë në Tiranë, edhe unë ka punuar ke kish. Po janë në sistem ato, pse duhet i gjesh ti? Po në sistem është se këto 96, 98. Po pra. Kush dalin këto në sistem? Patjetër të gjitha dalin në sistem, duhet i kontrollosh. I keni Albania nderuar. Nuk ka nevojë të shkosh te firma. Tjetra pastaj, në Librezi ke reflektuar këto vite? Po, e kam në Librezi. Shumë mirë, në rregull e ke, pse mos u shqetëso. E kam bërë një kërkesë sigurimi shoqërore. Për çfarë? Tiranës për këto vite.
Po pse ty të ka thënë sigurime që nuk t'i njohin? Po nuk ka thënë që nuk i njohin, prandaj. Po pse si ta kanë dhënë përgjigje me shkrim apo kanë thënë kështu me gojë? Jo, me gojë kështu. Po jo. Çfarë moshë keni ju? Unë jam 65. Ke aplikuar për pension? Jo, akoma s'kam aplikuar. Pa apliko? Përgjigjen nga jo. Janë në sistem ato, janë i Albania vitet i nderuar. Plus që ke dhe librezën. E kam librezën, kam nevojë. Po s'ka se ti mund të kesh punuar në 10 kompani të ndryshme, në 20 kompani të ndryshme gjatë jetës tënde, nuk do bredhësh në çdo kompani, se për shembull sot ajo kompani mund mos ekzistojë më. Po, jo, unë kam qenë në Gruvë, kam dalë nga Gruva. Po pra, kështu që nuk është kusht që të shkosh në çdo kompani për të gjetur vitet e punës, sepse ato janë në sistem. Dakor? Faleminderit dhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje Klodi. Përshëndetje. Urimet më të mira për ty. Shumë faleminderit. Dhe për gjithë ato pak njerëz që janë modeli jot. Faleminderit. Njëkohësisht e përshëndes edhe atë zojnë që foli pak më parë, që tha kam punu 40 vjetë e 2 muaj. Po. Është e dhimbshme të punosh 40 vjetë e të marrësh i pension si që foli ajo, ndërsa një deputet që është ndoshta edhe me diplomë të bleme, të marrë 3.500.000. Ne. Plus benefitet. E njëkohësisht duket një gjuhë ty me atë kulturë dhe me atë përkushtim për profesionin, për punën, për respektin ndaj telefonusve, me kujtohet edhe një gazetar ku të para një viti kishte shkruajt një artikull ku thoshte është e dhimbshme ku 90% po përdos 10%. Pra, kjo është që ka humbë shpresën të vend. Të kërkoj ndjes që të ndërpreva urimet më të mira për ty e për ato që janë të përkushtuar për punën si ju. Shumë faleminderit, e vlerësoj pa mas. Faleminderit shumë vërtet. Gjithë mirë i dashur. Presim tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. A mund të flitojmë bashkë në WhatsApp apo në mesazhe? Po, ngre pak zërin ose afro telefonit, lutem se dëgjosh shumë keq. Alo. Me mesazh apo me WhatsApp mund të flasim po? Po, më thuaj çfarë problemi ka? Kam për prona, po duhet të flasim të shkruaj, të shkruar jo me. Po, mos ka asnjë problemi. Nga flisni ju zotëri? Me Gjirokasta. Jepi numrin e telefonit. Numri i telefonit? 069 87. Sa? 87. 1395. Okej. Faleminderit. Ku mund shkruaj? Do të marrim ne në telefon. Dakor? Faleminderit. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit. Zon. Përshëndetje. Po, përshëndetje zonjë. Kam dalë tani në pension, bëm një aplikim të pensionit, më kthy përgjigja 26 vite 5 muaj sot kemi, por para 93-shit nuk i kam llogaritur, sot nuk duhet të sjellësh sot dosjen, pavarësisht se kam gjithsa. Para 93-shit ku ke punuar para 93-shit? Para 93-shit i kemi dorëzu. Unë jam larguar nga 95-a. Ku ke punuar zonjë para 93-shit? Deri 95-ën kam punuar para 93-shit? Në Tropoj. Para 93-shit? Po. Po pse nuk të njihet kjo periudhë? Nuk më njihet se thot kërkohet thot nuk të kanë njëjtë të vite sepse kërkojnë thot një dosje, diplomën edhe të kërkojnë thot largimin e gjendjes civile nga 95-a për në Durrës që isha unë atëherë. Ja ke çuar këto dokumente? Jo, tani
Kur vetë unë ke drejtoria arsimore, se ne dosjet i kemi marrë nga tropoja çut të drejtoria arsimore Durrësit, që jam emërmësuese në 95. Kam kaluar në asistent 96, 97 kam filluar në Durrës gjitha vitet pastaj të fundit të këto pas 93. Edhe një herë, i ke dërguar. Dhe ajo thot, drejtorisë arsimore në Durrës takova juristët dhe thot, nuk ka dosje, na i kanë humbur, po gjithsesi do gjejmë një alternativë tjetër. Si mund veprej tani unë? Do të presësh çfarë alternative do gjej ajo? Dhe më thanë, alternativën që jep ajo, a mund ta pranoj nisësh, se ajo kërkos si dosje, thot. Po mirë, me mungesë të saj, pastaj po varet nga interpretimi që do t'i bëjnë dashur, kupton se s'mund ta themi para kohë këtë gjë. Do të presim. Po, shumë ata përgjigjen juristja sa, do gjeni, po sugjet dosja një alternativë tjetër, se vendimet. Po në rregull, mjafton që të jetë ndonjë dokument që vërteton punën që është bërë dhe nuk është se ka ndonjë problem. Besoj. Me librezën që është mbase, ëh. Po patjetër. Faleminderit. Po thjesht çështje pritje, asgjë fare. Ju lutem, faleminderit edhe ju. Telefonata mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi Klodi. Mirëmëngjesi. E kam marrë në telefon para 2-3 ditësh. Po. Jam një qytetar nga Tirana. Nga lagja Mistomame. Po. Rruga Besimalla. Po, e di. Pallati Bruçi 2009. Po. Kemi një deri Miloti. Po. Dëgjoj Klodi vëlla. E kam përcjell që atë ditë që më morën, nuk e kam harruar. Po. Mundesh të më dëgjosh vetëm një sekondë. Patjetër, me kënaqësi të madhe. Po kemi çdo natë këta vazh që tyni po na vjen në shtëpi në mënyrë të jashtëzakonshme nga ora 7 i takës deri në orën 9 ose 10 ose 11 takës i ka ora. Kemi marrë dhe disa herë policinë bashkiake na është përgjigjur me tip shakaje dhe tip kështu dhe përfundimisht mbrëm ato policia bashkiake nuk është kompetenca jonë thotë policia bashkiake është vetëm hapja në aftësirave publike. Po, pra po. Thash, ne kemi përcjell që atë ditë që na mori ndëruar, se po të ndërpres. Karlinja, okej. Kemi kohë për tjetër? Kemi? Okej, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhoni zoj. Kam bërë aplikimin për... Ku le zërin televizorit, të lutem? Po, më falë. Kam bërë llogaritjen e... Kam bërë 2 herë aplikim për llogaritjen e pensionit, unë tani në tetor mos 62. Po. Dhe nuk më ka gati 1 muaj që kam bërë 2 herë aplikimin. Si 1 muaj 2 herë? Te Albania. Po pse 2 herë? Po e bëra një herë smeri, shkova prapë Mos apliko, zoj, mos apliko. Mos apliko më, jepi kohë institucionit për të shfrytzuar dosjen. Ke për gabim që ke aplikuar. Pastaj e para, e dyta, si ke aplikuar herën tjetër kur s'ke pasur dokumente se i ke çuar atje? Po ke fundit ka 1 muaj e gjysmë që kam bërë. Po e para? E para ka më shumë 2-3. Po jo, se jo. Do shkon deri dhe në 3 muaj ajo. Kozjatja e aplikimit që njerëzit bëjnë për pension, kështu që mos u shqetëso. Në çdo rast e merr përgjigjen, si pozitive si negative. Pra nuk duhet bësh sepse aplikimi tjetër që bëhet pastaj e shton akoma edhe më shumë kohën e pritjes. Jo, po bëjmë tani, po mos është nevojshme të shkojë sigurimet këtu në Tiranë. Edhe mund të shkosh, por që nuk besoj se nuk funksionon kështu, përgjigja vjen në çdo rast. Më kupton e dashur. Kështu, faleminderit dhe ju për telefonatën. Kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Para kësaj do t'ju sugjerojmë Prostatol, gjithëve ju që keni probleme me prostatën, është mirë që ta merrni këtë, se si them dot as medikament, sepse është një suplement shumë i mirë ushqimor, i shëndetshëm mbi të gjitha dhe që shkon direkt aty te problemet që ju keni me prostatën. Ka ardhur koha që ta përmirësoni cilësinë e jetesës tuaj, sidomos gjatë natës, të mos zgjoni më her pas here, sepse problemet me prostatën e shkaktojnë këtë problem që vërtet është shumë i rëndë në rast se ndodh ky zgjimi, na del gjumi në mes të natës dhe nuk na zë më në kushte normale, e jo më të kesh probleme të tilla. Ja kur zgjidhja Prostatol, efektet të cilës do t'i keni më njëhershme në ditët e para pasi ju ta merrni këtë, 2 apo 3 tableta në ditë në varësi të problemit që keni dhe asnjë lloj efekti ansor nuk do të ketë. Kështu që përdorni Prostatol për problemet në fazë fillestare dhe jo vetëm të prostatës tuaj. Publicitet vin pas pak dhe për ditën e sotme, vijon komunikimin 068 99 00 008 dhe 068 60 54 639. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju mora t'ju pyes se jam në datëlindjes tetor 64 dhe doja të dija kur dal në pension. Në tetor të 2026.
Sot dua edhe një vit plot. Po, tani bën 61 apo jo? Po. 62 vjeç e fiks del në pension. Se më thanë, dhe unë isha me këtë ide, po më thanë që jo, është 10 muaj, 8 muaj, se të ngatruan. 10 muaj ishte po të kishe plotësuar në shkurt, 61. Po 62 dalun plot. 62 fiks. Shumë faleminderit dhe ditë mbarë. Asgjë edhe për ju, faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Plodo. Urdhon. Si u vjen? Si jeni ju? Faleminderit shumë. Jeni më këngushëm. Faleminderit. Dhe që të marë për gruën. Gruja ka dalë pension ka ja 2 vjetë. Ka përnu 32 vjetë sanitare në shkollë. Edhe në 7 vjetë ka përnu gocë në kooperativë bujqësore. Edhe ku ka emërtume. Ka 45 vjetë pune. Një po, i dojë pensioni 206.000 lek. Po? 20 vjetë. Shkolla që, rritë për shqipin pensioni. Një po, a jam tha, ka shumë drita me këtë emë, ka shumë emë me këtë dritë. Tha, përna që të kooperativës të nuk më gënitën të vajtë. Po i thashë mjëma, po kjo drita se shbo, që i ka bon dhe drita dhe në fjallë. Kooperativë bujqësore dhe që ka mësim. Kur ta kanë dhënë të përgjigje ndëruar? A shumë të më shumë. Si? Nuk futin ka të kooperativë bujqësore dhe ka shumë e me këtë emë. Po pra po, kur ja u kanë dhënë të përgjigje? Shkova tja drita dhe e që kështë më ime. Dje? Jo, më jo, ka 2 vjetë ja pun ka... Jo pra jo, po do bosh kërkes të rejnë ndëruar që të trajtojt me ligjin e ri. Në shkova tja avokatja. S'ka nevoj për avokat kjo? E bëna kërkesën e saj edhe më tha. Po kur pra kur? Kur e ke bërë kërkesën, zotërin? Pa e vitme. Po jo pra tani, po them para disa muaj ka dalë, jo para një viti. Në Mars ka dalë ligji i ri për njohjen e viteve në ish kooperativën bujqësore. Po e thot nuk ishte se ka shumë me... O i nderuar ti the ta kanë thënë këtë përgjigje para një viti, po më dëgjon apo jo? Po që shumë. Në muajin Mars ka dalë ligj për njohjen e viteve. Kooperativës? Po, kooperativës dhe ndërmarrjeve bujqësore. Lëre përgjigjen e para një viti nuk kishte ligj, tani ka ligj. Më kupton? Kështu që duhet ta kërkoni tani këtë gjë. Shumë faleminderit. Asgjë dashur, faleminderit juve. Gjithë të mira. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Klodi. Urdhroni. Desha më interesu për i mendim nga ana juaj. Më thuaj. Na ka dalur emrat për kalimin e pronësisë. Po çudia është që ka qenë 2010-ën edhe sot e kësaj dite e kam nxjerrë te fetore zyrtare. Çfarë kanë nxjerrë fletore? Fetore zyrtare me emrat tonë, për shembull zona kadastrale Kaqe për kalimin e pronësisë. Po, shumë mirë. Shumë mirë. Në 2010 nuk kam një faturë nga ana SHK-s, që si sa qyshte. E kupton? Edhe një herë, për çfarë është kjo, për çfarë pronash? Trullën që kam. Po. Në tim pa leje. Bukur. Me vendim këshillit të ministrit të 2010-s, ka kaluar për miratim. Bukur. Apliko për certifikat pronësie. Po kam aplikuar, nuk japin gjë përgjigje fare. Po këtë thuaj pra, jo për faturë. Kur e ke bërë aplikimin? Po kemi folë edhe bashkë, jam ai me mbivendosje, e ke parasysh. Ai zotëria me mbivendosje. Cili zotëri me mbivendosje, janë shumë, ma thuaj emrin. Bashkimi. Më ke sjell dokumente? Po, jemi taku bashkë. Mbivendosje zgjidhe vetëm me gjyqin nderuar. Po kjo që me vendim këshillit të ministrave. Biles edhe tjetra, këta ishpënarët, unë kam edhe një gazetu që janë likuiduar nga ana financiare. Nëse ata janë likuiduar nga ana financiare, do bësh një aplikim pa pagesë, një AV0 quhet. AV0? Po. Nëse kam emra aty në filani. Në rast ata janë shpronësuar, është e pastër rruga për ta bërë me certifikat pronësie. Thjesht thuaj noterit të bëjë një aplikim pa pagesë. Edhe me VKM, edhe kjo llogaritit i kam 20 e sa vjet më Klodi. Po pra, po s'ka, unë nuk e di këtë detaj që janë shpronësuar pronarët. Në rast se janë shpronësuar, do bësh një aplikim pa pagesë, një akt verifikimi quhet. Akt verifikimi, okay. Dakor? Faleminderit. Faleminderit juve.
për telefonatën. Gjithë të mirat bashkim, shkojmë me tjetër, jemi në këto 15 minutat fundit, diçka më pak. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po. Po të shësej për një dosje në kësine komensimin e pronave që kam marrë nga tjerë. Po. Albej përgjigja për jo. Presim e këto ditë e fundit shtatorit nderuar, sepse thash që është miratuar ajo lista në muajin gusht. Të shohim, po presim ditët për të pyetur pastaj. Jo, faleminderit. Ju lutem juve. Faleminderit. Shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo. Kemi telefon në linjë? Urdo? Nuk e dëgjova. Aha. Mirë. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Para 4 vitesh më ka dalë burri në pension. Po. Dhe vitet e kooperativës nuk e njohin. Me këtë ligjin e ri, a ka drejt një ashtu? Ka të drejt i kërkoj, patjetër. Në Jellbenja. Ka të drejt i kërkoj në Jellbenja dash. Po kupton? Asgjë, ju lutem, faleminderit e juve për telefonatën. Presim tjetër, 068 99 00008, 068 60 54 639. Mirëmëngjes. Ka ditë? Po. A kam thënë dhe para 2 ditë, burri im ishte në punë, po ishte pensionist. Dhe tani bëri një operacion të vështirë dhe mori 6 muaj raport. I paguhet nga kompania? Patjetër që i paguhet, si jo? Patjetër? A ishte në punë? Në punë ishte, po ka 2 vjetë që ka dhe në pension, i takon në raporti? Jo, në pension jo, ndëruar. O ishte në punë? E kemi thënë, po pra, po nuk i takon. Nuk i takon? Jo, dash. Faleminderit. Të shkuara qoftë mirë. Faleminderit juve. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dash. Uroj gjithë mirat për juve. Shumë faleminderit. Pardje mora në telefon për të pyetur për gjysmën e pensionit babit që të takoj nënën. Okej. Nuk e di pyetët apo jo, doja një përgjigje. Si përgjigje, po e di që u sqaruam, duke si ishte rasti juaj? Jo, nuk kemi sqaruar, doja një përgjigje, unë nuk e di pse s'na ka ardhur përgjigje që të marri mami gjysmën e pensionit të babit që ka humbur jetë. Kur është bërë aplikimi? Është bërë para një muaji e ca. Po, është në kohë. Dëgjoj pak e nderuar. Mund të shkoj deri edhe në 2 muaj kjo, kështu që ajo që unë do ju sugjeroja është rast tjetër, të kërkoj ndjes që thash mendova se u sqaruam. Se po e shoh këtu tani, është tjetër rast ai që nëse. Dhe ideja është këtu, që thjesht kontrolloj her pas here sepse nuk njoftohet me mesazh për këtë gjë. Thjesht kontrolloni her pas here Jellbenian e nënës. Më kupton? E ka bërë nga e vllajt ajo, prandaj se nga që s'kishte Vllai të kontrolloj Jellbenian. I vjen përgjigje atje, a? Po, një sekond se mos është rasti që i del më pak. Keni pyetur juve. Një sekond. Jo, se gjeneja. Lëre, tani po e konfirmova. Dëgjoj, po pra, ja, është ky sqarimi, pra. Ose do i ketë dal, ose në rasti më të keq pastaj del pas edhe sa i bie. Disa ditësh sepse mund shkoj deri në 2 muaj trajtimi i dosjes për raste të tilla. Nëse nuk e keni parë dhe mund, kur thuhet deri në 2 muaj, 2 muaj është maksimalja, por mund të dalë edhe për 1 apo 1,5. Thjesht kontrolloj Jellbenian e vllajt për ta parë se vllai ka prokurë apo jo. Po pra, tani e kujtova. Faleminderit dashur. Këtë kontrolloj Jellbenian nëse nuk ka dalë, e sigurt që do kishit pyetur ju ndaj kësaj. Po kjo është përgjigja pra, dashur. Kjo që po them unë është përgjigje e pyetjes. Pra, raste të tilla shkojnë deri në 2 muaj për tu trajtuar. Kështu që edhe mund t'ju ketë dalë nëse nuk e keni parë Jellbenian. Nëse nuk ka dalë, ndoshta del fiks për 2 muaj ose për sa ditë mbeten tani që plotësojnë 2 muaj. Ka kaluar 1 muaj gjysmë, duhen edhe 2 javë. Faleminderit për telefonatën. Gjithë mirë edhe juve. Faleminderit. Shkojmë me tjetër në këto minutat fundit. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Je shumë gazetari mirë. Po do më dëgjosh se kam disa probleme të ndryshme. Jepi. Tani ky kryeministri jon po i heq ato ilaçet që marrë me pushim. Hiq një, çka ka kohë të vdesim ai neve?
Atëre do bëjmë një diçka, ne këtë mblidhe me gjithë të jemi para kryeministrisë. Një. Bëja. E dyta. Po të nisësh e ikra, kryeministri po largojnë të gjithë të rinjt për jashtë. Më falë, po unë ku hy te këto pjesë, unë këtë s'kuptoj dot asnjëherë. Po largojnë të rinjt jashtë. Tani, Ksazi, s'paska kaq ekonomik i shteti jonë të mbaj të rinjt edhe pleqi këtu në Shqipëri. Italia 600 euro, veç personit dhe i jep edhe 600 euro në për të jetuar në Itali. Po kontribojnë ata, prandaj. Jo, s'kontribojnë as pak, ata janë pensionistë, e di mirë. Kanë kontribuar pra, nuk kanë pasur. Po kanë kontribuar në Shqipëri ata, jo në Itali. Kanë kontribuar në Itali ata. Jo, e ke gabim. Ata kanë vajtur me pension në Shqipëria në Itali. Po unë kam gabim. Aha, nejse. Vazhdo problemi tjetër. Problemi tjetër. Kanë marrë në problemi tjetër se më the kam disa. Problemi tjetër. Si dhe kryeministit, nuk ka shtet. Asë degë brendshme nuk ka, asë prokurori nuk ka, asë gjykat nuk ka. Degë brendshme ka ikur me kohën. Urdhë? Degë brendshme ka ikur me komunizmin i dashur. Je akoma atjeti. Po me të keqe komunizmin ai, po nuk vlen sa gjysë komunizmi. Ore ka ikur dega brendshme, s'ka degë brendshme. S'ka? Rosh, faleminderit për mirëkuptimin. Po s'ka se ishte kohën e komunizmit dega brendshme. Tani është ministeri. Po na çmeni këta për çmeni fare. Tani është duket. Ekonominë që ka Shqipëria nuk e ka asnjë shtet tjetër. Po normale. E kush e ka? E kanë hajdutët. Është mendimi juaj, po un kam një pyetje i nderuar. Po. Te gjithë kjo, ku hyn emisioni te këto që thua ti, kot domethënë. Si? Ku hyn emisioni, lidhja që ka emisioni me këto që thua ti, se un këtë s'kuptoj asnjëherë te ty. Po, jo, ne bëm këtë që me televizorin, ndoshta e dëgjon ai dhe për kres. Kuptova. Domethënë këto që the ti janë të sakta. Thua ti dhe ai duhet t'i dëgjoj. Këto që thua ti janë të sakta, thua ti dhe ai t'i dëgjoj. Po, sakta dhe bëjmë shirje që t'i dëgjoj dhe të ndryqoj. Bravo, e kuptova. Se po bën gabimet të tekstuara. Ju falenderoj për mirëkuptimin. Do marrësh më sot apo do shkosh televizion tjetër? Jo, sot jo. Unë vina një herë atje, faleminderit për sqarimin. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Po nxirron gjithë televizionin dhe ka rasti merret tek 2 herë thotë. Po fole një. Alo, po urdhë. Doroj shëndet një. Faleminderit shumë. Ju të mirë. Ule zërin televizorit të lutem. Po, janë ta ullë. Unë desha të trajtoja një problem ka kohë dhe vite që nuk ndihen me kthimi i vlerave të ish pronarëve. Tani ç'bëhet me këto? Si ç'bëhet? Ligj është abroguar apo vazhdon të jetë në fuqi? Cili ligj, i nderuar? Ligji për ish pronarët, pagesat. Po, patjetër vazhdon ajo. Vazhdon, po s'lihet fare. As si jepen as je. Është problem tjetër pastaj, por që po vazhdon. Është problem tjetër, çfarë problemi tjetër? Jo, është problem. Ky që nuk po jepen është problem tjetër dhe ligji është pra nuk është problemi i ligjit, është problemi i zbatimit të ligjit. Po pikërisht, zbatimi i ligjit është finalja e gjërave. Jo, thash, ka djeni, ka në informacion. Po sigurisht që kanë më ndëruar se. Faleminderit. Iki me tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Më Klodi, si je? Mirë, si je ti? Si ke prindit, nusen, qunin? Mirë shumë, të fala. Shqyqyr që je mirë, Robi. Gjutja, unë jam një plakë 86 vjeç. Edhe 86 të tjera të rosh. Edhe po të pyes, si s'na i ngriti një qik pensionin, për na i la pensionin në vend. Sa ke pensionin? Si shë, po ja, 200.000 me ka bajtur. I zgjëthuaj. Po unë marri 120 për marri laqët njëherë. Si a bëndi? Po, jo syri, jo veshët, jo gjitha së mundjet e pleqërisë. Ashtu është. Tani ne duam i qik pension në plejtë se gjuna. Qatë ham, qatë pirim, qatë marim.
A mi u pas. Qa thot burri? Qa thot? Marim 1 kile qumësh në javët. 1 kile qumësh në javë. Bashkë me bashkëshortin jeton, ha? Jo, nuk e kam, vetëm jam. Jeton vetëm? Ja, erdhi a i më solli qumëshin tani, edhe është 2500 lekë. Po pse ai shumë 2500 lekë? A që ka i, do të haja jo lopa që meraj. Po, jo kilja, ke marrë 2 kile gjysëm dit, ndoshta. Po, 2 kile gjysëm. Okej, super. Po, i baj 8 dit ato unë. E di, jo, s'po them gjë, jo. Na i filxan qumësh në ditët. Të bëf mirë. Po, që kemi në një tjetër. Mirë, ja, këtu të puna, mirë. Ja, duam që ta kapin atë edin për mjekre dhe t'ja tundim në pensionistat. Okej. Kur? Nuk ashtu, por pensionistat aji nuk ashtu fare. Të mirë kuptoj. Edhe na jo, edi të mbledhë mundjen e kokës, se kalamaqeve të udhon rrugët saliu me edin, e tani na ka lënë na një plak në përshpi. Fatkeqësi. Edhe nuk mendojnë që të ngriti pensionin, që kur të vdesin të na varros komunale atë pakën. Vanesa, ajo është pak për e sigur, po mos mendoa të ditë. Kalamajt, kam kalamajt, po kalamajt ku janë? E kuptova. Unë të përqafoj shumë? Edhe unë të përqafoj. Dhe të uroj jetë dhe shëndet. Edhe qofsh mirë, jetë të gjatë, e inshallah dhe i gotës. Faleminderit shumë. Haj, ditë në mirë, okay. Kalofshi mirë. Gjithë mirë dhe dashur. Presim dhe një tjetër telefonat të fundit për sot, në rast se kemi në linjë. Alo, përshëndetje. Lodi, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëni. Shpresoj të shprehen mirë që të më kuptosh. Jepi. Tani, unë, burë e gru jemi të pa punë. Trajtonin në ndim ekonomike. Po? Jemi në 5 fëmijë të vegjël. Fëmijët kam shkollë. 5 fëmijë të vegjël. Po. Ti kesh me jetë. Kam mosha 12-13 e poshtë. Okej. Po vogël është një vjeç e gjysmë. Me jetë i pas të gjithë. Shumë faleminderit. Ne jemi të kthejmë në azilan nga Gjermania, po tani jemi të kthejmë këtu me deporte me gjitha problemet jemi. Bo. Tani, neve, deshim me ditë një informacion nga ty. A përfitojmë një bonus burse për fëmijë që i kemi shkollë, nga që ne jemi burë grupa ku. Besoj po duhet të shkoni te bashkia. E sa duhet me bote bashkia për shembull? Të kërkoni listën e dokumenteve që duhen për t'i dorëzuar në bashki dhe pastaj rakordohen me universitetin ato me shkollën për bursa. Shumë faleminderit. Mirë. Faleminderit edhe ju për telefonatën. S'kemi më kohë, besoj. Okej. Duhet largohemi ta mbyllim emisionin dhe për sot. Ne do të ritakojemi gjatë ditës në lajme dhe nesër në program, kështu që faleminderit gjithëve që u bë pjesë e emisionit dhe për takimin e kësaj tende. Ciao.